që nga data 1 prill 2025, Prokuroria Themelore Ferizaj, prokurori i çështjes, është angazhuar maksimalisht në veprimet procedurale të ndërmarra lidhur me këtë rast, ku i kemi bërë të gjitha veprimet e mundshme për zbardhjen e këtij rasti që ka qenë një rast kogja i ndjeshëm, ku siç dihet me datën 1 prill humbi jetën edhe rreshteri Muhamet Liga. Ne si Prokurori Themelore në Ferizaj jemi falendërues shumë për punën e madhe që ka bërë Policia e Kosovës në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Ferizaj, e gjithashtu edhe me Gjykatën Themelore në Ferizaj, ku çdo kërkesë procedurale dhe çdo veprim procedural është mbështetur edhe nga ana e gjykatës, dhe sot kemi arritur që të arrestojmë 7 persona, të cilët dyshohet, po kemi dyshim të bazuar mirë se kanë marrë pjesë në vrasjen e rreshterit Muhamet Liga. Është një punë e palodhshme që është bërë gjatë këtyre ditëve. Ne edhe në konferencën paraprake e kemi thënë që do t'ju mbajmë të informuar në lidhje me zhvillimin e kësaj ngjarje e cila ka qenë shumë e rëndë, dhe sot e kemi një rezultat, mund të themi preliminar, ku 7 persona janë duke u intervistuar dhe me vendim prokurorit do të vazhdohet procedura me tutje. Sigurisht që ata do të shkojnë në mbajtje dhe do të vazhdohet me procedurat e mëtutjeshme. Çka dua të them më tepër është që bashkëpunimi mes institucional gjithmonë rezulton me rezultate pozitive, siç është edhe ky rast i sotëm. Ne si Prokurori Themelore dhe gjithashtu edhe si Policia e Kosovës ja kemi pas borxh Policisë Kosovës dhe rreshterit Muhamet Liga që të bëjmë këto veprime procedurale dhe në fund të kemi këtë rezultat të cilën e kemi tani. Unë jam shumë falendërues për punën e bërë dhe më tutje do të vazhdojnë procedurat e mëtutjeshme, do të shohimi se cilat do të jenë të reja që do të na sjellë në procedurat në vijim. Hetimet do të vazhdojnë sigurisht edhe për persona tjerë, edhe në fund do dalemi me rezultate konkrete. Nga ato që kemi bërë deri tani, nuk vërtetohet ajo që ka vepruar si grupi organizuar me celula apo siç po e parashtroni ju pyetjen, por që është një grup prej 7 personave që janë arrestuar që kanë marrë pjesë në kryen e kësaj vepre penale. Unë edhe në konferencën paraprake e kam cekë dhe e kam vërtetuar që nuk ka asgjë lidhje me rastin e djegjes lokalit paraprakisht. Domethënë provat që i kemi tani nuk na çojnë që ka një ndërlidhje mes djegjes së lokalit të rreshterit dhe rastit që ka ndodhur tani. Ne i tham edhe paraprakisht që nga ato që kemi deri tani, domethënë nuk kemi ndonjë provë që e ndërlidh me qoftë ndonjë organizatë ekstremiste apo qoftë ato që përmendën ju me ISIS-in, por që ne hetimet i kemi përqendruar në rastin konkret të datës 1 prill, domthonë vrasjen e rreshterit Muhamet Liga, dhe tani kemi një rezultat ashtu siç e kemi sot, ku janë arrestuar 7 persona. Në rastin e gjykatës janë dyshuar personat për veprimet që i kanë bërë në rastin e parë. Domethënë janë persona që janë me procedim penal, domethënë nuk është ajo e vërtetë që ka përfunduar rasti dhe personat janë liruar për kalljen e gjykatës, domethënë, por që procedura për ta vazhdon. Mirë po, nuk ka ndonjë ndërlidhje eksplicite, nëse mund ta them, që ka të bëjë me djegja e gjykatës me vrasjen e tani të nuk janë liruar. Po nuk është procedura, është në vazhdim e sipër edhe për atë rast penal. Ajo që po thotë prokurori, ata janë arrestuar, janë mbajtur para burgim, lënda është proceduar në gjykatë dhe akoma nuk ka përfunduar gjykimi, nuk ka marrë formën e prerë të dënimit apo të gjykimit në gjykatë. Merci.